Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot ka vendosur të përgatit bukë të shtëpisë, tamam tradicionale që i ka përgatit nonna ime gjithmonë. Përveç se që na nevojiten për brumin janë 600 gram e miell, 350 ml ujë të ngrohtë, gjysmën e katrorit me moja të bukës ose një paqet kështu pluhur majt bukës, një lugë të mesme me krip. Këta janë përveç që na nevojiten. Bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit. Tek uji i ngrohtë shtojna mojën e bukës. Një lugë të mesme me krip, i përzina me tel të dorës që të shkrihet edhe moja e bukës, edhe brumin e përzini ose me bruar ose me mikser. E qesim ujin tek mirë, e përzina pra brumin. Edhe brumi është gati, tashti e nalim mikserin. E marrim një enë të thellë, e ngjeshim veç pak brumin me duar, e qesim tek ena edhe mbulojna me folje të kuzhinës. Mas pare e lojna që të pushon brumi për 20 minuta që të dyfishohet, mandej prap e marrim brumin e ngjeshim edhe një herë e lojna mandej për 20 minuta që të dyfishohet për me dalë bukë tamam tradicionale që shika përgatit gjithmonë nonna ime. E marrim tash brumin, pak miell e qesim tek drasa e kuzhinës, e ngjeshim brumin edhe e qesim pra në enën e thellë. E kemi qitë brumin tek ena, e qesim foljen edhe për 20 minuta e lojna që të pushoj pra brumi dyfishohet në temperaturë të dhomës. Pas 20 minutave e shikoni pra brumin si është dyfishuar. Tash prap e ngjeshim brumin edhe e mbulojna prap enën edhe 20 minuta që të qëndroj dyfishohet brumi. E mbulojna prap enën pra edhe për 20 minuta. Pas 20 minutave që kemi lënë për dytën herë, dyfishohet brumi, tashti e hekum pra foljen edhe e qesim pak miell tek drasa e kuzhinës. E ngjeshim brumin pak me dorë edhe i ndajna 3 bukë të vogla në këtë masi, e rrokullisim si kurse kuleç të përpite. Edhe ja unëzojna këthizën që shtojnë gjyshët tona e nëmë tona mirë. Mbasi kemi ndo bukt, tashti mbulojna me një servet pastërt edhe 10 minuta lejmë të qëndrojnë. Bas 10 minutave tashti e largojna edhe serveten edhe i marrëm kulaçat e bukës, i ngjeshim me duar. Furrën e kemi lëshu me unze, temperaturë 190 gradë që tjetë e nxehur. Në këtë masi pra e shtrajna edhe bukt, pak miell qesim. Marrim një bish të thiks ose të luks edhe i shpojna bukt gjithandë kështu. Tash e marrim një tepsi, e kom ly me vaj edhe i qesim bukt pra që i kemi shpu me piron në tepsi, e lyer pra me pak vaj. Edhe për 10 minuta tjera i mbulojna prap me
salvet edhe me njerë i fusim në furrën e nxehur në temperaturë 190 gradë. Bas 10 minutave i lyna me ujë të ngrohtë për mi, edhe me njerë i fusim në furrën e nxehur pra temperaturë 190 gradë që të pjeken bukt. Edhe bukt i kemi hek prej furrës, i kemi pjek pra për 30 minuta në temperaturë 190 gradë. Janë pjek shumë mirë edhe dalin fantastike. I mbulani me një salvet të pastërt edhe i lani me uzbut. Kur shka qeft në zeta, së qithja e me, bismillave që e donë bukën me dist, pak lang specave edhe na befshin mirë, juve po ashtu nëse i provani. Faleminderit për krahë që ma bani komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri të them. Miru pafshim!